Sajmir Hamolli u zgjodh zyrtarisht finalisti i 4-ti Albania's Got Talent. Shpejtësi, shkaftësi dhe guxim, të gjitha këto elementi përmbante performanca e artistit që befasoi jo vetëm Agron Llakajin i cili shtypi butonin e art, por edhe publikun. Mbrëmja e së hënës shënoi një tjetër sukses në natën e 6 të spektaklit të talenteve në ekranin e televizionit Vision Plus. 13 konkurrent sollën interpretime të jashtëzakonshme përpara anëtarëve të jurisë, por edhe publikut. Zëri ëmbël i Ilisehas drithëroi publikun dhe rëmbeu potë e jurisë së bashku me Briseldën, vajzën me zërin brillant. As këtë mbrëmje nuk mungoi kënga e Vallja, ku grupi Alba Folk tundi skenën. Befasuan jurin duke si një performancë të vërtet artistike. Nëse fjalës kanë kuptim, më e mirë çështja. Gjithashtu kaluan për në netët gjysmë finale Fjolla Leshi, iluzionisti Edmond Muraj. Me energjinë e dorëve do të mundohem që ta lëviz. Shikojeni. Ose Bateristi i vogël Geron Papa që befasuan në performancët e tyre, apo edhe Astrid Hafizllari me spektaklin dhe mesazhin që përcolli përmes zërit të tij. Juris edhe në këtë mbrëmje të gjashtë ju deshte ishte skeptike dhe drejt për të përzgjedhur më të talentuarit. Për të eliminuarit e mbrëmjes, kjo mbetet një eksperiencë fantastike dhe realizim i një ëndre. Edhe të garës vijojnë të mbajnë të mbërthyer konkurrentët, teksa i ndan edhe një javë nga përfundimi i audicioneve, duket se netët gjysmë finale premtojnë akoma më shumë spektakël, e mbi të gjitha talent, ato që është kryefjale këtij formati. Për flamure, për Shqipni sot. Magjia e spektaklit Albania's Got Talent vazhdon. Konkurrentët e fundit do të prezantohen të hënën e ardhshme. Ndaj, për të mos humbur surprizat që vetëm ky spektakël dhuron, ju lë takim sërish javën tjetër në orën 21, vetëm në Vision Plus.